Now, this is a Ky është raport gazete I datës 24 shkurt 1999 në një konferencë për shtyp të dhënë nga Albin Kurti, I cili në atë kohë ishte sekretari I Adem Demaçit. E shikoni këto? Përgjigje po. Pyetja dhe titulli është asnjë vendim politik pa pëlqimin e Adem Demaçit. Kalojmë në paragrafin e 3. Aty lexon Albin Kurti thas në konferencën për shtyp të sotme se Adem Demaçi ka udhëtuar me urgjencë në Ljubljanë sot për të bërë takim me mbledhje të rëndësishme me përfaqësues të nivelit të lartë të diplomacisë dhe politikës ndërkombëtare. E dini pse Adem Demaçi apo ka keni ndonjë ide pse Adem Demaçi u ka udhëtuar, mund të ketë udhëtuar me 24 shkurt në Ljubljan për të takuar përfaqësues ndërkombëtar? Prokurori është pyetje spekuluese sepse dëshmitari tha se nuk ka takuar kur Adem Demaçi. Gjykatësi rrëzohet, mund të përgjigjet. Po, e kuptova se ai kishte shkuar të takohej me diplomat në Sloveni dhe pastaj më vonë e kuptova këtë sepse ai në këtë rast pati edhe bisedën telefonike me zonjën Albright. Nga aty mori në kontaktin në telefon zonjën Albright. Pra ka shkuar atje për të patur bisedime diplomatike dhe kur madje Albright e kontaktoi atë, më kujtohet se gjykatësi një sekondë dëshmitari po gjykatësi edhe një herë zoti Rubin po përgjigjen për te pyetjes që ju është bërë. Pyetja ishte nëse e dini që ai pse po shkonte atje dhe çfarë po bënte. Mishtetis faleminderit, se më kaloj në faqen tjetër, gjatë në fund të faqes në përgjigje të një pyetje zoti Kurti përgjigjet nisja e delegacionit shqiptar në Rambouillet në Francë ka qenë gjest I vullnetit të mirë, tha Kurti në përgjigje të një pyetje të cilës sepse delegacioni me 15 antar shkoi në Rambouillet ndërkohë që nuk ishin autorizuar për të nënshkruar dhe shtoi se me këtë gjest UÇK-ja kishte treguar se ishte e gatshme të sakrifikonte diçka vetëm që të gjente një zgjidhje për Kosovën, një shans dhe përkundër regjimit serb ishte interesuar për një zgjidhje politike. Ajo që thotua përputhet me atë që përfundimisht ju pa dhe ndodhi si përvojë në Rambouillet, pra që delegacioni shkoi atje, por thanë që nuk kishin autoritetin për të nënshkruar. Përgjigje një pjesë e antarëve të delegacionit e thanë këtë gjë është saktë. Pyetje cilët antarë në veçanti, përgjigje Hashim Thaçi. Faleminderit, Mishtetis zoti kryetar, dorëzoj këtë për materialin në prova. Kryetari I gjykatës në një kundërshtim zoti Paçi jo. Gjykatësi DHT 12050 deri në 12052 të pranohet sekretarja do të marrë numrin e provës materiale 12373, vërej që versioni shqip është në Legal Workflow, është pjesë e provës materiale, Mishtetis që mund t'i shtohet në rregull, gjykatësi do t'i shtohet edhe për kthimin shqip. Atëherë, faleminderit zënë sekretare. Mishtetis faleminderit, zoti Rubin dje, dhe këtë gjejmë në transkriptin e përkohshëm para në faqen 137, 138 dhe pyetja që u bë nga gjykatësi metro ishte dhe me sa duket apo jo, duket që e vetmja figurë që në këtë fazë të paktën, do thot pas konferencës së parë në Rambouillet, dhe vetmja figurë në këtë fazë të paktën që kundërshtonte Rambouilletin ishte Demaçi, apo jo, përgjigje nuk e di këtë. Di atë që po lexoj, nuk e di nëse ka qenë dikush tjetër. Mishtetis që në qëse mund të shfaqim në ekran tani provë materiale 12251. Mr. Rubin, this is a different version of Zoti Rubin, ky është një version tjetër Një version tjetër I provës materiale që të tregoj gjykatësi metro dje është identike, po ju kujtohet që ju u promovuat pra në sekretar shtetit dje.
Nuk e harroj atë lehtë përgjigje, po, e shihni paragrafin, po, në rregull. Jam interesuar që në fakt jam interesuar në paragrafin më sipër këtij, pra në rregull ku lexon Independenti, pra Gazeta Independent në Londër, raportoi sot se në një ceremoni të shtunën, që ne e dim që ishte me 6 mars, sepse artikulli është i datës 9 mars, pra të shtunën me 6 mars, që shënonte për vjetorin e parë të vrasjes së themeluesit UÇK-s Adem Jashari nga forcat e sigurisë serbe, shefi shtabit të UÇK-s Sulejman Selimi paralajmëroi se rebelët nuk do të pranonin kompromis. Masat e gjysmuara të pavarësi të gjysmuar janë të papranueshme përveç nëse ato çojnë në përparësi të plotë, tha ai. A e shikoni këtë? Po e shikoj. Tani, a dini kush ishte Sulejman Selimi në atë kohë? Përgjigje, nuk mund të them që dija se kush ishte në atë kohë. Përgjigje, a dini kush ishte paraardhësi më një hershëm i Agim Çekut? Jo. Pyetje, në artikull thuhet se ai ishte shefi i shtabit të UÇK-s. Dhe që po jepte deklarata të paktën që dukeshin në aparencë që kundërshtonin çdo marrëveshje që nuk përfshinte pavarësinë. Shikoni këtë, e shoh. Tani do të shfaqim në ekran një dokument të Shteteve të Bashkuara 12310. A report of the Congressional Research Service. Are you familiar with the Congressional Research Service? Yes. Okay. If we could please go to page 17. Kjo është raporti shërbimit të hulumtimit të Kongresit. E njihni këtë, po. Këtë shërbim, po, më shëdit që mund të kaloj në faqen 17. Kjo është një kronologji e ngjarjeve përgatitur nga shërbimi i hulumtimeve të Kongresit dhe siç e shihni mban datën 2 mars. Dhe aty lexon UÇK-ja caktoi Hashim Thaqin, udhëheqës të qeverisë së përkohshme të Kosovës. Lëvizja duket në klapa se lëmën edhe mëtej udhëheqjen e Ibrahim Rugovas, të nesërmen Adem Demaçi dha dorëheqje nga pozita e tij si këshilltar politik i UÇK-s. Demaçi ishte kundër marrëveshjes së Rambujes, pra që të kemi parasysh të dorëheqja ka ndodhur ose me 2 mars ose me 3 mars. Pastaj kemi një paragraf tjetër që thotë ish senatori Bob Doll u takua me antar të delegacionit të shqiptarëve në Kosovë, u takua me ta në Maqedoni dhe jo në Kosovë. Doll u bëri thirrje me ngulm delegacionit shqiptar që të nënshkruajnë marrëveshjen e paqes, u bëri thirrje duke quajtur atë si marrëveshja më e mirë e mundshme. Hashim Thaçi nuk mori pjesë në takimin me Doll, pastaj me 8 mars. Pas një takimi mbledhje të gjatë me të dërguarin e Shtetet Bashkuarave Christopher Hill në Prishtinë, UÇK-ja u pajtua që të pranojë marrëveshjen e paqes së Rambujës. Do t'ju pyesa që të kërkoj që t'i mbani këtë data në mend. Pastaj dim që ky trup gjykues ka pranuar prova se me 5 mars, dhe kjo është për 1264, fillon me SPO 00122880, i dërguar i posaçëm i BE-s në Kosovë, Wolfgang Petrish dhe zëvendësi i tij Jan Kikert, u shkuan në Kosovë dhe u takuan me udhëheqës të UÇK-s, përfshirë Sulejman Selimin, emrin e të cilit sapo ja tërkova, Rambuja, Jakub Krasniqi, Fatmir Limaj dhe Recep Selimi, me qëllim që të inkurajonin ata që të nënshkruanin marrëveshjen e Rambujes. A e dini ju pse delegacioni i BE-s është takuar me udhëheqës të lartë të UÇK-s me 5 mars, 3 ditë përpara se Adem Demaçi të japë dorëheqjen?